Për ndryshe, ato që tha Ramabaja në kuptimin që nështë ta ishtë dashë mu bo krejt këto bashk, unë nuk menoj që ishtë dashë mu bo krejt bashk, për DK-ja, LDK-ja, OK-ja e tjera. Jo, nuk menoj që ishtë dashë mu bo krejt bashk, për shkak se cila e ka identitetin e vetë ato që ka përfatson. Edhe nuk janë parti të njejta, që shme thonë. Unë nuk jo me logjikën që mu bot të gjithë bashk, veç përse në kuptimin që na jemi bashkë një bloku tjetër ose një partije tjetër, një koalicioni tash me lëvizjen vetëvendosje. Menoj që se cila parti duhet me provu që me u forcu mrena vetes, qof me aderime treja, qof me mënyrën strategjin që ata zgjedhin për fushate, pastaj me po qësh me vepru tutje. Menoj që partit, po i quj opozitari, qësh do qof të tjera të jashtë vetëvendosjes, duhet me marrë mësim nga kjo që ka ndodhë para zgjedhjeve se qysh me vepru pas zgjedhjeve, cili do që tjetë rezultati pas zgjedhjeve 28 dhjetorit, në kuptimin qoftë zhblokimit një situate, po thëmë potencialisht blokuse që mundet me ndodhë, dhe nuk e dija do të ndodhë, qoftë me bashkëpunimin që du të me pasi parti opozitare. Edhe nuk ka kur gjithë keqe që me bashkëpunu. Edhe tjetra, menoj që partit jashtë vetëvendosjes duhet me punu me publikun, kushtimisht votues të vetë, që me e zbërthuj pak ma shumë ose me dekonstruktu që të narrativin e vetëvendosjes për serbet përkatësisht listën serbe. Për shkak se kemi të bajmë me një 9 vota e kemi pas 9 deputet, më me qenë 10-8, së është më rëndësi, po kemi të bajmë me qytetarët Kosovë që thjesht e kanë votu një parti politike, me vullnetin e tyne, pavarësisht ajo parti politike është jashtëzakonisht problematike e tjera, po është në sistemin politik të Kosovës derisa të vendoset ndryshe. Kështu që për mua është jashtëzakonisht jo korrekte, Ermal, madje edhe fyse që me i lidh partit politike ose individet me Radojqiqin, listën serbe e tjera, me i demonizun këtë mënyrë, edhe me së shmërënësi kush, Ermal. Natyrisht që kjo ka ardhur jo vetëm pej zonjës që e përdamet ju, po edhe prej të tjerve, me i demonizun këtë mënyrë, edhe me ngrit narrative në thu se na jemi ata të mirë, ndërka gjithë të tjerë të janë ata të këqit. Kjo bën dëm afat gjatë. Edhe kështu nuk duhet me funksionu, nuk duhet me leju me funksionu. Unë mendoj që, okej, Lëvizja Vetëvendosje ka zgjedhë këtë rrugë, nuk e di si që shka me përfundu, po mendoj që ju takon partive tjera që po demonizohen nga vetëvendosja, edhe individve që po demonizohen nga vetëvendosja, që me e zbërthy këtë akuzë shumë tronë që e bën Lëvizja Vetëvendosje ka shitune. Faktet nuk fshihen, Ramosh. Ju keni pas kumarit ngusht me kriminel si Radojqiqi. U desht me ardhë Albini me ju shkap, Adriana Matoshi. E cila e ka pas shefet të vetën në grupin parlamentar, zonjën Mimoza Kusari Lila, të cilën gjithë Kosova dhe me gjërë e ka dëgju në ato regjistrimet, incizimet e famshme të përpjekjes dhe të bashkëpunimit me listën serbe. Pra, nëse për një mend vetëvendosja na ka zgjedhë që me shku, ka zgjedhë, me i lyp votat e qytetarve, me kësi gjanash, kjo është jashtëzakonisht shqetësuese. Pse duhet une, ti, tjetri, me votu kush do qoftë Lëvizjen Vetëvendosje, e cila mas 5 viteve në pushtet, po na tregoj ka kush është Radojqiqi dhe qa pas kanë bo për Radojqiqin ata që kanë qenë në pushtet. Kanë kalu 5 vjet, je në pushtet që 5 vjet, ose dhe ma shumë nëse shojmë edhe atë vit, sa ka qenë ajë Zotin Hoti atëherë kur kanë qenë në koalicion. Pra, nëse kjo është për një mend oferta që na e ofron Lëvizja Vetëvendosje, kjo është jashtëzakonisht shqetësuese. Unë po e shoh